të drejt për drejt me gazetarin Arlind Beqira, i cili ndodhet atje për të na dhënë informacionet e fundit dhe për të parë sa është gati të fillojë takimi. Përshëndetje Arlind, nëse mund na japësh informacionet e fundit, a është pra gati që të fillojë takimi? Përshëndetje dhe për ju në studio. Aktualisht ndodhemi në oborrin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ku ka mbetur them ashtu më pak se 15 minuta deri në fillimin e takimit ndërmjet kryetarit të Lëvizjes së Vendosjes, njëherësh kryeministrit në detyrë Albin Kurti me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku. Kryesisht ky takim vjen pas ftesës me të cilën e ka bërë për të gjitha subjektet politike kryeministri në detyrë Albin Kurti, ndërkohë takimi pritet që të fillojë në orën 18, gjithçka është gati për të filluar këtë takim, ndërkohë kryeministri në detyrë Albin Kurti kishte dërguar ftesë edhe për dy partitë e tjera opozitare, për Partinë Demokratike të Kosovës, me të cilët ishte takuar së fundi me 10 korrik me Lidhjen Demokratike, me Lëvizjen Vendosje, me të cilën që nga ajo ditë pra kishte konfirmuar që Partia Demokratike e Kosovës do të qëndrojë në opozit, ndërkohë ftesën me të cilën e ka bërë këtë javë, ajo ka refuzuar duke thënë se do të qëndrojë në opozit, ndërkohë mund të bisedojë me parti tjera për të formuar institucionin. Ndërkohë ftesën e ka refuzuar edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, me të cilët e ka bërë të ditur pikat, 6 pika me të cilët e ka përmendur edhe më herët, ku kryeson ajo e gazit amerikan. Ndërkohë, me 10 korrik të muajit të kaluar ishte takuar edhe me Lumir Abdixhikun, me të cilët që nga ajo kohë pra Abdixhiku kishte shprehur, kishte thënë se do të takohej përsëri pas ftesës me të cilën do ta marrë nga Albin Kurti. Ndërkohë, edhe Albin Kurti herën e kaluar ishte optimist se do të arrihet një marrëveshje, ndërkohë mbetet të shihet nëse do të hyjnë sot në takim me optimizmin e njëjtë. Ndërkohë, pas 2 ditësh, pra do të jetë edhe seanca konstitutive e Kuvendit. Kaq kishim sa i përket këtyre informacioneve, ndërkohë për detajet e tjera do t'ju njoftojmë në edicionet e radhës në TV1. Po e qartë Arlind, nëse ende duke më dëgjuar kam një pyetje, ke marrë vesh deri më tani, e di se do shkojnë vetëm në takim Kurti dhe Abdixhiku apo do jenë të shoqëruar si herën e kaluar? Ashtu që të thatë herën e kaluar pra ishte me Vjosa Osmanin, me cilën Abdixhiku tha se ajo është vetëm si bartës e Elisës, ndërkohë deri në këto momente nuk kemi ndonjë informacion se a do të jetë vetë apo do të jetë një grup tjetër më i madh apo do të jetë vetëm me Vjosa Osmanin, kështu që kaq i kemi informacionet. E qartë Arlind, unë falenderoj shumë për gjitha informacionet që na solën, ndërkaq nëse ka informacionet